Dhe u rikthyem në studio për një monolog të shkurtër dhe një thyere, si që kemi zakon në studion tonë. Ornela Këmgulli që tëftuarit të mos ikit, unë kam shumë emocion tani se janë gjithë të po më shikojnë që do thot ky. Dhe do them pikërisht një monolog që kam përshtypjen që do të tërheq vëmendjen. Çmo zën syt në këtë vend? Po juve, a nuk e keni vënë re siç e kam vënë re unë, se si jemi gati t'i hidhemi në fyt njëri tjetrit për hiç mos gjë, në mënyrën më të papërligjur dhe të panevojshme të mundshme? A e keni vënë re se si qimen e bëjmë tra dhe trarin e bëjmë qime? A e keni vënë re se si jemi nënshtruar ndaj së keqes dhe shpërfillim të mirën, se si vlerësojmë atë që duket dhe atë që është thelb? A e keni vënë re ju, siç e kam vënë re dhe unë, se ushqimi kulturor, ushqimi shkencor dhe ushqimi shpirtëror, që janë ushqimet më të mira në këtë jetë, ne nuk dim t'i ham. A e keni vënë re se sa keq harxojmë energjinë kombëtare, kohën kombëtare, pasuritë kombëtare? A e keni vënë re se sa shumë i urrejmë intelektualët dhe sa shumë i duam tradhtarët? A e keni vënë re se sa pak e vlerësojmë jetën dhe sa shumë e çnderojmë atë? A e keni vënë re fatin e keq që na ndjek edhe përtej detit? A e keni vënë re se si e përbuzim trashëgimin, se si e përbuzim fjalën e bukur, se si e përbuzim fjalën e mençur? A e keni vënë re se sa pak solidaritet tregojmë për njëri tjetrin kur ne e dim që zgjidhjet kolektive janë gjithmonë më të mira se zgjidhjet individuale? Natyrisht, në këtë vend kam vënë re dhe gjëra të mrekullueshme, të jashtëzakonshme, po për to do t'ju flas një herë tjetër. Sot doja t'ju flisja për të keqen që është institucionalizuar duke u bërë një kala, sepse e keqja, kur nuk i kthehesh, të zhyt, të kap në fyt dhe të mbyt. Kjo ishte... Erion Si më Kristo! pëlqeu dhe mua si e thashë.